thot më vjen keq se Mitrovica urdo kur ish i vogël, më njëherë kur ish ky i ri flok të pathrinë, një djalë i ri duket aty. Thot më vjen keq po Mitrovica urdo, sepse marrvesha ky ka gjenë një agent i shërbimit francez. Vllovi ti Ganithoçi judëve. Dhe shërbimet kanë investuar njerëz të tillë. Dhe kanë pru Kosovën në këtë gjendje. Kjo që po ndodh sot është një grushtet. Pikërisht e kjo e Soçmja, ju lutem jepni, se nuk dua t'ju marr shumë kohë, jepni mendimin tuaj për Kurtin sot edhe për Edi Ramën. Nëse keni një mendim edhe për Edi Ramën. Për këto dy. Jo. Këtu është një grushtet, një tentim grushteti, më bo 60 herë. E mos më bo institucioni i parlament. Dhe me thonë, ne dalëm protesta se pishkel Albin Kurti kushtetutën. Dalëm protesta nëse serbet nuk vinë atë, ata serbet që tash, lista serbet që kanë ndërtu këta. Vetë Hashimi me opozitën, edhe LDK-ja janë që unë jam pjesë të edhe ajo konë aty, kur ishtë Mustafa, edhe tash, ajo listë, nuk e nje Flamunis, ta nje Kosovë, nuk ta shkru Kosovë Republik, del atje, nuk dije, kënë media këshyre, me him Serbis, e lavdojnë kriminelin Radojqic atje, thot vllai jonë kena me të morë me të pru këtu, do me thonë, këto janë, këta i thojnë, ti pishkel, Albin Kurti pishkel kushtetutën, e i dhonë ka ati që sta një shtetin dhe që shkel kushtetutën e që të vrete, që organizojnë vrasje. E po, ju e parametja të botës u ka organizimit që ka dash më ndodhë me bojshken. Me i për Lepencit. Kjo të puni ka organizu lista sërbe, listë kjo që u ndërtu nga këta tratar, nga këta lahpera. Dhe as një keq që Kosovë nuk e ka gjetë pa Hashimin dhe rrethin e tij. Edi Rama është ai që as një punë të mirë për këtë vend, për Kosovën nuk e ka bërë. Ma i fuqishëm dhe ma kryeministër i mirë, po del Edi Rama ta udhëheqë të Serbinë se sa udhëheq vetë Vučići. Një kryeministër shko, po la del Edi Rama një kryeministër shko. Një njeri që as një fjallë për Kosovën se fletë. As një fjallë. Shka ki me thote, kur i shkon marrveshja e Ohrit. Marrveshja e Nishit. 2018 thot Sonja Biserka është një për drejtat e njeriu. Po për drejtat e njeriu, thot 2 vjet më parë, kjo ka qenë një deklaratë 2018, nuk e di, më duket të 2018, thot ka qenë marrveshja Edi Rama Vučić për ndarjen e Kosovës. Dhe orë, natyrisht, pa Hashimin s'kish mujt edhe pa Isa Mustafën. Dhe i ka fut në funksion gjitha qa ka pas mundësi këtu me bo, për mirëdzu Albinin. Nuk qam, kuptane, asë qam asë kur s'ka me ka me Albinin, po këtë jale e ka mirë, këta jënë qena, këta e kanë keq. Këta e kanë shkatru Kosovën me qka egziston, që egziston mikit tu, që i ka ardhë shtek, vjedhe, plaçkete. Para me ndomë në thotë, shkoj që për më nruhe një kabull rryme në verit Mitrovicës, u duf me ashtë bo një kërkes Radojqicit, me thotë lutëm, ana e lejon elektricistët, marrën në nruat kabull, edhe mësë me ta pagu rrymen kur. Për me dalë në tonë, që 30 vjetë unë dalë në tonë nuk jam, kur që në Serbi. Se ta kanë bo këta kanë bo. Kurti e ktheu sovranitetin. Kurti e ka kthy sovranitetin. Kurti
Gjon, nuk e di, a më në gjon, po unë e mendoj se ky djalë ka bo mrekulli, po marrëveshjet ndërkombëtare nuk mundet me shty as kurti as kërkush. Mendimi janë, sepse ata që kanë bërë marrëveshje në njerëz legjitim, zgjedhur nga populli, ajo ka Hashimi me PDK dhe Isa me LDK, baton Haxhia dhe Roma për krah tanonve. Domethënë, marrëveshjet ndërkombëtare nuk ka shumë të më kthy, vetëm një shans është para botës se Serbia ka dosht me i glabru atë territor ku është mogja e Kosovës. Pasuria e Kosovës është trepqa. Ekspertët thonë se dikon 535 miliard i ka pasuria ai vend. Kosova pa ujë man nuk mundet me jetu se kret me toka, me këta ujë që e kem gota kësaj dhe janë shtymonit. Edhe këta që i kanë bu këta Kosovës, Rankovici me kanë konë këtu në kryet shtetit, me kanë konë qeveri, nuk ishtë ditë me ja bo. Rankovici, se zoti këta kanë thonë, vetë Hashimi, po ja bojmë amanetin Rankovicit, se ka pos qef Rankovici. Rankovici ka pos qef mi glabru ato për zgjallit ti. Atëherë në Jugoslavi. Kërë bojë Jugoslavia mos mujtë mi bo, ka rej shqiptar, u konë gjelat, u konë kasapi shqiptarve. Këtët dojnë mja bo, dojnë mja qua amanetin Rankovicit në vend. Nuk thamon, thët Hashimi. Këto janë njerëzit që e kanë përkrahur, nuk është veç ky vetë se ky s'ka mujt mi bon. Palët e kanë këto s'ka mujt mi bon. PDK-ja, që janë një grup kriminal që janë në shëtitin kësaj në për Prishtinë, edhe si ka prek kërkush, se si në taku halo me kallashin gryk për gryk, në bolë. Si të takojnë, ta ikin shkojnë në Rusi. Po, krejtë është puna që këto të gjitha që ka ndodhë, të gjitha këto që ka ndodhë, të gjitha ka ndodhë me miratimin e Hashimit, se pa Hashimin asë një keqe Kosovës të ka di. Asë një njeri, në qofë se u vra dikush, për cilët unë nuk di, gjykota do të zbolë. Unë dyshoj, dhe gjykota po dyshon që unë hovë. Po, unë që i di, asë një njeri nuk u vra pa miratimin e tyne. Dhe atë që ma keqe, që që kanë bërë. Qa që në ko, se këta djenë që në ko budalaj. Telefonat satelitori në ko të Francës. Edhe vola në që nuk ko e Francës. Qa që në ko budalaj, e kur i kanë vra njerëzit, a ma kryve punën. Po, bravo, gëzuar. A i kuptan, edhe këto nuk ja ka bu kërkush, po këta veti, njëri tjetërit. Edhe kur e ka po Hashimi, që është gabim që u rrështu mas shërbimit degesit francez, e kur orë të Amerikanë se kënë luj pika-pikan me Amerikën. Për ditë që përdo, luj. Dhe Amerika dhe jesë po luj, po hajtë se unë po luj me ty. Edhe të gjitha që to ka ndodhë, asë një nuk ka ndodhë pa miratimin e ti. Asë një heqet, asë marveshje. Qa ka doshmër ka bo, qa ka doshmër miliarder. Mu më vje keq që Rubini dhe ajo administrata e Bidenit edhe ti e ka qujtë Hashim Thoqin, George Washington i Kosovës. Po qysh